Daloni dhunën! Në Vlorë, qytetarë të shumë të mblodhën në protest para bashkisë pasi prej 4 ditësh kanë mungesë të furnizimit me ujë. Me bidona në duar ata kanë kërkuar zgjidhje të problemit të ujit të pishëm. Përplasje pati edhe me policin për shkak se protestuesit kërkuan të futeshin në brendësi të bashkisë, ndërkohë që qelluan edhe me vezë në drejtim të godinës. Ata thonë se kjo situatë është e papranueshme për ta dhe për qytetin. Ndërkohë protesta është vendosur në rrugët e qytetit, ku për disa orë është bllokuar një prej segmenteve kryesore, ai që të çon në drejtim të spitalit tek zona e ish Kapeles. Mes protestuesve ka mbërritur edhe drejtuesi i ujësillës kanalizimeve Florence Shoshi, si dhe drejtuesi i ujësillësit të Vlorës Ermal Murati. Ata kanë garantuar qytetarët se problemi do të zgjidhet dhe qyteti do të furnizohet me ujë brenda mesnatës. Prej 4 ditësh Vlora është pa ujë dhe autoritetet lokale thonë se po punohet për rikthimin e furnizimit në normalitet. Pas 2 ndërhyrjeve ku tentua një zgjidhje alternative, presioni i lartë i ujit shkaktoi sërish çarje të tubacionit, duke e bërë të pamundur rikthimin e furnizimit. Sipas autoriteteve të ujësillësit, për institucionet e rëndësisë së veçantë janë përdorur linja të tjera furnizimi.